Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV këtu në Rock Hill Community TV. Është një kënaqësi dhe nder i madh që sot prezantohen njerëz dhe figurat e tona shqiptare anë mban që na vinë dhe vizitojnë këtu, por edhe që qëndrojnë këtu. Me të vërtetë shqiptarët e tonë emigrojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithmonë është puna primare kur fillojnë të punojnë dhe pastaj gjithmonë vendosin dhe duan të bënë atë që kanë në shpirt. Do me thonën të jenë bëmirës, të jenë njerëz që e duan vendin e vetë, të dhurojnë dhe të bëjnë atë më të bukurën që kanë mundësi. Sot kemi pranesh zotin Aleksandar Nilaj, presidentin themelues të Open Hand Association, një organizatë humanitare shqiptare amerikane e përkushtuar për ndihmat e familje me nevoja, personat me aftësi të kufizuar, njerëz që kanë nevojë, njerëz që janë pakulum, pastre, nuk është vetëm që ndihmojnë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por këto ndihmojnë edhe në trojet tona shqiptare. Kelmendi, sa i bukur është. Mirë se na ke ardhur. Krenari të ishën nga Kelmendi, faleminderit që më keni ftuar në studion tuaj. Është kënaqësia ime të jetem i pranishëm këtu. Alex, me të vërtet, tash para 20 vite ju keni ardhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po para se bërë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, na trego pak për atë Kelmendin e bukur. Sa keni jetu, çka keni punu, dhe si emigruat në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Kelmendi jashtëzakonisht i bukur. Shpresoj që do të ishte edhe do të jetë edhe mas 20 viteve, po ashtu i bukur ose edhe më i bukur se e kam lënë. Është krenari të jeshën nga Kelmendi. Kelmendi, vendi i gurit, vendi i vështirë për qarkullime, transporte, por i ka ato bukurit, kënaqësit, ato që nuk i ka askush në Evropë, më të bukura. Çka punuat atje? Atje kemi punuar si gjithë tjerët me bujqësinë, blektorin, gjëra tjera të thjeshta. Si erdhë koha për aratisjen, ardhje në Shtetet Bashkuara të Amerikës para 20 vite? Koha, megjithëse kam lëvizur nëpër Evropë disa vite, pak në por me kthimin në Shqipëri, vendosa që të jetoj në Shqipëri. Por sikur tani që janë kushtet shumë të vështira atje të jetosh, jo vetëm ekonomike, se kushtet ekonomike edhe mund të realizosh, mund të rregullosh, por pjesërisht politike janë më të vështira, që sikur gjithë shqiptarët na detyruan ta lëshojmë në linjen, të marrim rrugët e botës. Ardhja në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si ka qenë sakrifica të konat e para që ke ardhur këtu? Pak vështirë. Gjetja vetvetes. Pak vështirë. Jo se ishte shumë kohë kur kanë ardhur shqiptarë të tjerë përpara. Të them të drejtën, para 20 viteve këto ishte plot shqiptarë, të cilët kishin zgjedhur veten, na kanë hap dyert, kanë pas njerëz të mirë këto, siç kam kushëritë njerëz të tjerë. Edhe jam shtetet, unë nuk kam pas as të vështirë, sa e kanë pas ata para meje, por gjithsesi është pak e vështirë të ambientohesh me një vend tjetër komplet totalisht ndryshe me Evropën ose me vendin tonë atje në Shqipëri, që dihet si ishte. Si thash, punat e para, cilat kanë qenë tuat këtu? Këtu në Amerikë, po ashtu sikur e para deri tani, ashtu vazhdoi, jam super, mirëmarrësi 2 pallateve. Edhe kam zgjedhur kohën të mjaftueshme të merrem me gjëra të tjera. Pas sa vite vendose që të hapni një shoqat me emrin Albanian American Open Hand Association? Ku lindi kjo idea duar të hapura, Open Hand? Nga erdhi kjo ide, themeluesi jeni ju? Po. Unë jam themeluesi, i kam edhe 3 bashkëpunëtor, kisha 3, 1 ka vdekur, 2 janë të gjalla, të 3 këta janë të huaj, janë hebrej,
të cilët më mbështeten në idenë time dhe e filluam atë. Unë para se me hap këtë shoqat, për disa vite bashkëpunova me disa shoqata tjera, një shqiptare, edhe me 2-3 tjera të vendit aty amerikane. Ndoshta ta marr idenë pak a shumë të punës, çfarë bajnë ata në gjëra të përditshme. Mirë, po ajo që unë dëshiroja, ajo që unë doja, nuk më përputhej me këto, edhe mora një farë iniciativet edhe vendim të krijoja një shoqat e cila do të vinte njerëzve në nevojë, në ndihmë të përditshme. Jo një herë në muaj ose një herë në 6 muaj, siç e kanë për festa, por të jetë në mënyrë të përditshme. Filluat në 2011. Si ishte ajo farë menaxhimin atë kohë, si ishte ajo grumbullimi aty në mjeteve, ose ushqimeve, si ishte ajo plan programi që të bëhet edhe deportimi edhe në për trojet tona. Kur e fillu me shoqatën mas parit, ishte pak, ndoshta të them edhe një fije e vështirë të përballesh me vendin këtu, se ishte një shoqat shqiptare. Ishte shoqat shqiptare amerikane, duart e hapura, të cilën jo pa qëllim e thirra duart e hapura, megjithatë deri më sot asnjë njeri nuk ka marrë këtë përgjigje, do ta jap ty sot me kënaqësi në studio. Janë duart e hapura dhe janë 6 duar. Wow. Këto 6 duar janë përfaqësojnë 2 anë të ndryshme. Njëna është që ishin 6 kontinente në atë kohë, ishte pothuajse afër të bash kontinenti 7, por unë e mora si bazë para amerikanëve që ishte simbol i 6 kontinenteve. Wow. Mirë, po e vërtet ai ishte se unë e mora si simbol, edhe e mbajta në zemër, edhe e vazhdoj ta ketam aty patjetër si simbol. Këto duart janë 6 provinca shqiptare, mund ta quaj, ose toka shqiptare të përçara në 6 pjesë në mes të Ballkanit. Si e përfituat besimin tek populatat të huaja? Ju nuk keni vetëm që keni ndihmu trojet tona, dhe po ndihmoni trojet tona, po ju me sa dioni keni edhe shpërndani në çdo javë, 2 herë në javë, jepni ushqime, jepni paku, jepni gjithçka. Më duhet ai sekreti ta di se si erdh besimi që njerëzit ju besojnë dhe të dorëzojnë dhe të bëjnë donacione të mëdha tek jo. Ndoshta për mua mund të them ishte shumë e thjeshtë. Vërtet duhet një farë punë e pastër, të them, me shpirt, edhe e fiton këtë. E fiton para njerëzve, sidomos para amerikanëve, të cilët i ka njënjat njerëzore, njënjat shpirtërore, e dinë çfarë është bamirësia, e dinë çfarë është respekti i kulturës. Edhe pse unë kam marrë nga Shqipëria, edhe përballosha edhe me gjuhën jo aq mirë me ditë anglishtën, pse para se kisha mësuar pak përpara. Mirë, po unë fillova nga hiçi. Sa kriju me emrin, kam fillua të dalë në produksione shitore të ndryshme në për zonën ku jetoj, edhe me mbledh ushqime me karroca. Fjala ishte të mbledhim ushqime për njerëzit me nevojë. Or paraqitja logon ton, letrën ton, misionin ton humanitar, edhe ashtu kemi mbledhur. Fillimi ishte që të mbledhi për 50 familje në javë. Wow. As ishte mundësia, as ishte edhe ditët e para të shoqatet vërtet i bashkume, i bashim bashkë të pako, edhe për t'i shpërndar, përdora një sekret tjetër, i cili me futin jetën e vendit, në jetën e matë afërm të këta fukaraj, ose njerëzit me nevojë mas mire.
Unë e përdora gjitha këto organizata që kisha lidhje me këto në zonën e Bronxit, edhe gjitha 10 organizata dhe u kërkua që nga 10 organizata se cili me pron emrat e 5 familjeve, ose edhe 10, por e fillume me 5 familje të cilët do me i bishin 5 familjet ma me nevoj që ishin. Edhe ashtu veprume. E kam shpenda në për këto, për dit, tek një shëcat të ndryshme, edhe kam shkua personalisht me pjesëtarët e atyre shëcatave, i kemi darë 5 familje dhe shkoj të ushtu edhe. Nga ajo, fillume të bëjmë 100, 200 familje, edhe... Dhe kaluat për të oqeanit? Po, kalu me një farë lumit, mund të thëmë, e kalu me shumë të shpejt, se nështë për një periudhë 6 mujore, ne kemi kapur rreth 250 familje në javë. Wow. Të gjithë kishin një pako, të cilat ishin të gjitha produktet mërëna në atë pako për familjet, unë të thëmë për një javurë. Jo vetëm që keni ndihmuar me ushqime, po ju keni ndihmuar dhe njerëzve me atësi të kufizuar, njerëzit pa strej, pa kulum. Cilat momente kanë qenë ma prekse për ty që të ka shty e të ka motivu që të kesh sa më shumë që ti suportash? Jo vetëm këto, po dhe në për vendet tona, në për trojet tona. Po, momente ka në gjdo ditë. Ka momente të vështira, momente prekse, edhe të lumtura, të cilat ke mundësin me një mua, atyre që i kanë të kufizuar, edhe nimen, edhe aftësit. Për saj përket këtyne, për karroca sa ka tash këto, momente prekse që i kam qajt, të thëmë të drejtëm, jo një herë, na të rego, por kam qajt disa herë. Sot e kam dërmen më të nxjerë gjanat që i ke bo për shumë vite, se shpesh njerëzit kur punojnë edhe nuk shikojnë se që ka bojnë, po kur ullen me një truez dhe fillon të bisedon, aty vinë gjitha gjërat. E kjo është një gjë shumë e bukur që unë sot pres për juve që të flisni. Rastet të tona në trojet tona, cilat janë rastet të tona që keni ndihmuar atje? Kam ndihmuar disa familje që kanë pas fatkesi që janë djekë shtëpit, kanë pas probleme me përmbytje. Kam ndihmuar në Kosovë pak familje që cilat kanë pas probleme me Ciran, që kanë jetuar në shtëpit të huaja dhe kanë dashur me nxjerrë jashtë, jam munduar me javit pak shpresë, se tini mosh dikujna është fjale male. E ne e përdorim këtë termin i kam një mua, por vërtet ne u kemi dhanë pak shpresë. Edhe ajo shpresë u ka një mua me kalua në një ditë tjetër, ku ka dalë një tjetër më i fuqishëm, u ka një mua më shumë. Dhe kjo ishte fati malë që na edhe ne. A jeni në bashkëpunim me shoqatat humanitare shqiptare që janë në trojet tona, si që janë në Kosovë, në Maqedoni, Shqipëri edhe në Preshevë, në Bujanov, se jeni të informuar se ka shoqata shqiptare që janë të formuar atje, por ndryshë është ndihmesa e diasporës. Kështu, a ndihmoni edhe me ta? I keni bashkëpunim? Kam pak, shumë pak të thëmë drejtën bashkëpunim me ta, për arsye se ne nuk e kemi atë kapacitet, atë mundësi me një mua aq shumë sa shoqatat do kërkojnë, se kemi pas atë pengesë tek 2-3 shoqata që ju kemi kërkuar një bashkëpunim me i quar nimat atje, mirë po ato kanë edhe harxhimet, kanë normale, ne s'kemi pas mundësi që t'ja u bëjmë cover ato harxhime nga ona monetare. Kështu që mas shumë ditë kam punuar me kisha ose me xhamia, edhe me njerëz të cilët i kam edhe në Shqipëri, kemi një koordinatorin tonë që merret më shumë me kur kanë këto raste. Edhe po ashtu në vitin që kaloi kemi quar edhe 25 karroca në Shkodër me Emina Çërmullën. Ne ka marrë përsipër ajo, e ka bën mundësinë edhe me shpërnda, po ashtu edhe transportin. Wow.
Si shihni rolin e komunitetit shqiptar në Amerikë në veprat e humanizmit, sa janë të hapur, sa dojnë të ndihmojnë? Nuk mund të thëmë se sa dojnë të ndihmojnë, besoj që të gjithë dojnë të ndihmojnë, por për sa i përket rreth meje, mund të thëmë pjesërisht. Ne kisha pas dëshirë që t'ishin ma shumë afër, ka që unë e kam edhe një shoqat jo personale, është jo fitim përurse, as kush nuk paguhet në shoqat, dëshiroj që këta ta hecin atë frigën nga kjo. Shoqata nuk thirret një foundation, Alexi Foundation ose Nilay Foundation, por është Albanian American Open Hand, të cilën e kemi shkurtuar vitin e kaluar se pat me pak pengesa nga të hujit, përfundet nga të hujit, se këta të hujit na kanë ndihmuar jashtëzakonisht me majt dyert hapën. Edhe shqiptar kam, po jo në atë prizëm, jo në atë shkallë që do kisha pas dëshirë. Shoqata jonë nuk është vetëm një shoqat që mund ndihmojnë vetëm shqiptarët, siç e ceket i më parë, ne ndihmojmë edhe të hujit. Kemi ndihmuar shumë persona të cilët janë të komësive të ndryshme, të besimeve të ndryshme, të ngjyra e racave të ndryshme, ku ne nuk i parazikojmë ose nuk i shikojmë këto, kush është ai që ka nevojë më ardh dhe vjen tek ne, ka zgjan derën hapën. Pa marrë parasysh se sa kena mundësi veni mua. Edhe parimi i kësaj është një shoqat shqiptare, e cila ndihmon në mes të Amerikës, 2 herë në javë është pika tamam kryesore, na kemi edhe ditë tjera që shpërndajmë në për familjet e ndryshme. Edhe ne e kemi menduar në një farë mënyrë ne nuk kemi mundësi t'ja shpërblejmë Amerikës. Ato që Amerika i ka bërë me vite për shqiptarët të Shqipërisë, të Kosovës, shqiptarët në të gjitha treva. I dënë shqiptarët, na ka dash gjithmonë. Kështu që ne në një farë mënyrë me një respekt, me një ndihmë, duke hap zemrën, duke hap duart për popullin amerikan, për ata që kanë nevojë, se edhe këto kanë nevojë, pse është popullin amerikan ka nevojë të madhe. Dhe ne kështu jemi munduar me ja shpërblye në një farë mënyrë, me thënë faleminderit për gjithë ato që keni bërë ju, kaq kemi mundësi ne me bë për ju. Çfarë nevoja shihni sot në trojet tona? Në trojet tona nevojat besoj që janë jashtëzakonisht të mëdha. Nuk ke katjanisish. Nevoja sot është shumë njerëz atje vujnë për bukën e gojës. Fakt. Që është fakt. Vujnë për shumë gjëra tjera. Unë do kisha pa një diçka më të rëndësishme për ata që kanë mundësi të ndihmojnë rinin me studime, me shkolla, t'ja u krijojnë mundësinë me bursa të ndryshme, të dalin jashtë Shqipërisë, me që atje janë kushtet pak më të vështira, edhe ndoshta edhe shkolla nuk është as e vlefshme, mund të them. Kështu që t'ja u krijojnë mundësinë, ato janë nevojat shumë të mëdha për popullin shqiptar sot. Se duke ju dhënë një kulturë tjetër, një shkollë tjetër, një shkollë më të avancuar, do shkojnë në Shqipëria dikur në një ditë të afërm, shpresojmë, të jetën të shkahtë, të ngritur, të ditur, sikur janë edhe të tjerët nëpër botë. Si mund të kontribuojnë diaspora shumë për vendlindjen, sa mund të kontribuojnë? Diaspora mund të kontribuojnë shumë. Mund të kontribuojnë shumë, pa limite. Edhe kanë kontribuar, por kanë mundësi të kontribuojnë shumë. Në gjitha këto shëndet, në gjitha fusha. Jo vetëm të ja krijojnë ose të ndihmojnë njerëzve atje, siç jemi ne të vegjëlit, mund të them që ju ndihmojmë disa familjeve me ushqime një herë në 3 muaj ose për festa të ndryshme, por të ndihmojnë që të ketë një diçka të vazhdueshme, të ketë ku me punua, ku me tregu vetin, të ketë mundësinë për arsimin, për spitalet, cilët vujnë për ilaçe, vujnë për shumë gjëra elementare. Cilat janë objektivat e
Arshme të shoqatës së juaj që humanitare që e keni për vitin e arshëm, planet, programet, çka keni ndërmend të bani? Pak e vështirë ta thuash, për arsye se ne s'kemi edhe në fondet të mirëfillta. Planet janë të mëdha. Kemi ca plane që nëse do Zoti edhe njerëzit me zemër të mirë na ndihmojnë, kemi ca plane të cilat në emisione tjera mund t'i tregojmë. A keni projekte të reja që dëshironi t'i ndani edhe me publikun? Për momentin jo. Kisha thanën se komunitetet tonë që janë shqiptare, amerikane këto që janë të formuara, ku mund të drejtohen nëse kanë nevojë që të drejtohen të ndihmojnë edhe flasë në emrin të gjithë shqiptarëve që jetojnë të në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që kanë dëshirë të suportojnë, që kanë dëshirë të ndihmojnë, ku mund të drejtohen? Mundën të drejtohen tek Facebooku, personalimi, me që një Facebook të shoqatës nuk e kemi hap akoma, kishim problem para një vitit edhe dikush na mori atë Facebook, s'kem mujt me këtu mrapën, s'deshim me hap një tjetër, tu përpjek me këtu atë mrapën, por drejtohen tek në Instagram, aty kemi linkun të hapur, po ashtu tek website-i, ku ka Open Hand, AA Open Hand, numra telefonit, të cilin e kem pothuajse publikisht aty, edhe për gjithë ata që ta dojnë është 347 658 8000. A keni ndërmend në të ardhmen të hapni edhe pika tjera? Të hapni jo vetëm këto, po të hapni edhe në për trojet tona? Po. Të njëjtin emën? Po. E kemi ndërmend, po përpiqemi, nëse bashkohen fondet, përpiqemi të bëjmë diçka në për disa qytete. Sa do të realizojmë nuk e di, por shpresojmë, se gjithmonë varet tek nima, as kemi mundësi ne. Ne punojmë çdo ditë, i kam 50 punëtorë që punojnë aty për momentin, edhe të gjithë janë falas, askush nuk paguhet, fonde nuk ka të mjaftueshme as për menaxhimin e pagush qeran, të pagush dritat, të pagush inshurancat, makinat, gazin, gjitha këto, jo që të fillosh një projekt, por kjo nuk do të thotë se na pagon që ne të mendojmë për atë projekt, edhe shpresoj që do të realizojmë në kohë të shkurtër. Me qenë se ju përmendet të thatë se ju suportoni edhe Amerikanët me nacionalitetet ndryshme, keni suportime edhe prej shoqatave amerikane ose prej non-profit organization ose diçka? Po, 80% ndihmes që vjen tek ne vjen nga shoqatat amerikane, persona, individual amerikan, bizneset ndryshme amerikane. Ata na kanë marrë mas shumtit, edhe me ushqime, se ne marrim ushqime rreth 50 paleta ushqime në javë, se janë 2000 vetë që ne i shpërndajmë edhe tek shkollat, edhe tek kisha dhe xhamiat, në grupet e tjera, për vetëm që më shumë se 1000 vetë i kem aty tek pika jonë që i marrin ushqime, kështu që është një volum shumë i madh që ne na duhet ta sigurojmë, edhe kështu nëpërmes tyre shoqatave amerikane edhe bizneset tyre kemi pas fatin e mirë e kena arrit me gërmua dhe pas mjaftueshëm për 2000 familje në javë. Me qenë se është suporti për popullatën shqiptare amerikane dhe për popullatën amerikane, nëse kam anashkalu diçka që s'kam pyet të lutem, je i lirë të flasim se me të vërtet të gjana më prekin edhe mu se edhe në Kosovarët, kur kemi ardhen prej Kosovës, kemi ardhen pa asnjë gjë, por mundësia që na është dhënë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi arritur gjitha gjërat i bëjmë punën, pas punës gjithmonë kemi menduar për shqiptarët e tonë, ja si sot që po bojmë për shqiptarët e tonë. Bravo. Është krenari për punën që keni bën me vite, sidomos ju keni qenë edhe në një rrezim të huaj, se që ishte rrezimi serb,
Edhe ju keni bën jashtëzakonisht të pamujtërën, që i doli shumë me sukses me nimen e Amerikës, normalisht, gjithmonë, se pa Amerikën ndoshta nuk do kishim ekzistuar, por mirë njohës për gjithë shqiptarët që kanë ndihmuar për Kosovën e për kudo në Shqipërinë, në trojet shqiptare. Atëherë të falenderoj shumë. Prania jote me të vërtetë është një kënaqësi e jonja për të gjithë bashkëdhetarët tonë që jemi këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po më duket që keni pru diçka me sa e kuptova. Kemi pru pak xhenat e vogla. Atëherë ti shohim se me të vërtetë është kënaqësi të shohim dhe gjëra që me të vërtetë. Kjo është për ju një Nën Tereze. Wow. E vogël ashtu siç ishte Nën Tereza, por me peshë të madhe. Wow. Shpresoj që me të vërtet një dhuratë që e prisja me padurim edhe takim shejtorin durt mia, kjo është një fenomen i madh. Me të vërtet duhet se Nën Tereza është nana e të gjithë shqiptarëve që nana e gjithë botës, por gjithmonë edhe krenohemi edhe me të, edhe pse nuk është krenohemi me të, është me të vërtet kënaqësi e jonja. Ja, këtu kam një. Wow. Faleminderit shumë, me të vërtet simboli i shoqatës. Ne shenë një njohje për një Open Hand Association Food Pantry. Wow, faleminderit shumë. Nderuar Aleksandër. Gjatë kohës Covid, nëse do me prejkë që kam ta. Vazhdo. Gjatë kohës e Covid, ne si shoqat kemi pas fatin e mirë, që kemi 100 vullnetarë, të kemi mundësin, pat me atë mundësi me bëron 8 milion meals, wow. Të cilat ishin të support nga Natalia Fernandez, State Senator, edhe po ashtu kemi punë tikon 227.000 baksa me ushqime nga federali, cilët na e bonit mundësin zoti Mark Zonaj. Ne kemi da për ditë, janë kanë rreth 12.000 familje në javë që kanë marrë ushqime nga shoqata Open Hand. Wow. Atëherë të falenderoj shumë, ishte kënaqësia ime që ishim së bashku këtu në Rock Hill Community TV, të nderuar shikues dhe dëgjues kudo që jeni, falenderit shumë që ishi së bashku me Noli TV këtu në Rock Hill Community TV, dhe me të vërtetë është një krenari e jonja e madhe që shqiptarët e tonë të suksesshëm gjithmonë bëhen së bashku dhe ndihmojnë me ato mundësit sa kanë. Ju falenderit dhe mirë, unë dëgjofshim deri në misionet e radhës me misionet e tona.